Emili, vajza ime që është 1 vjeçe, ulet të ha mëngjesin, ka plugën dhe e kap në drejtim të kundërt, sepse akoma nuk e ka masterizuar aftësinë të ngrënies në mënyrë të pavarur. Instinkti im apo reagimi im automatik është t'ja rregulloj lugën apo t'ja afroj. Këtë e bëjnë shumë nëna. Këtu unë sapo i kam hequr mundësinë të zhvilloj një aftësi koordinimi, të mësoj procesin e ngrënies, të eksperimentoj me lëvizjet e saj. Gjithashtu, të rrisi vetbesimin. Nëse ajo arrin ta kryejë një proces vet në mënyrë indirekte, merr mesazhin që është e aftë t'ja dalë dhe vet. Nëse unë bëj çdo gjë gati për këtë, mesazhi indirekt është që unë gjithmonë kam nevojë për dikë tjetër që t'i bëjë gjërat për mua, unë nuk ja dal dot vetëm. Fëmia nuk e koncepton dot shabllonët në njëjtën mënyrë që ne po e flasim, po e pasqyrojmë. Por këto janë mesazhe indirekte që i rrënjosen në pavetëdijen, në 0-7 vjeç, të cilat e shoqërojnë më mbrapa. Kemi shumë adoleshentë, shumë të rritur, të cilët vuajnë nga mungesa e vetbesimit.